Kryetar, në fakt, procedura liras replik, sepse tash mu dha rasti, me qenë se politikani më parshëm, që unë e quaj një lloj babeli psikologjik, se gjithmonë aty ku do t'i mësoj asaj që ka rëndësi dhe e bën irrelevant, ka një parim që e di shumë mirë se njihemi prej kohësh, nuk ka rëndësi gënjestra, thot, ka rëndësi kush e thot i pari. Në fakt, ajo teknologjia e tij funksionon. Sa për emrin që më përmendi, ai e di shumë mirë që unë s'kam lidhje fare me ata persona, as njoh asnjëri nga ata, dhe kjo është gjë e verifikueshme, siç janë dhe çdo udhëtimi imi, sepse ne fatmirësisht apo fatkeqësisht kemi qenë subjekte gjithmonë të skrutinitetit të çdo lloji, por fatkeqësisht disa nga emrat që përmenden aty familjarët e tij janë në foto. Nuk po them kanë apo s'kan lidhje, atë gjë ta sqaroj Zoti i punës. Por kjo është për ata njerëz dashamirës të interesuar për emrin tim që aty kemi të bëjmë me një shpifje ordinare që s'ka lidhje me realitetin. Tash pse ky është i konfuzuar nga protesta dhe do që ta kthej protestën në avantazhin e tij, këtu prap ka një kontradikt të thellë. Se në fakt këtu drejt e thanë, i pari që tha antitrampizëm është ai. Më vonë e ktheu pllakën. Kur të dalë e vërteta e Arubës, edhe unë do të them, çfarë marrëveshjesh ka bërë ai për t'i lënë hapësirë që të udhtoj prapë në Amerikë. Këtë mbas ai duhet t'ia shpjegoj demokratëve të tij, por unë do të flas kur dalë edhe e vërteta e Arubës. Faleminderit.